Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se është shpërndarë sipas planifikimi i gjithë materiali sensitiv nëpër të gjitha qendrat e votimit në komunën e Drenasit. Po ashtu, Komisioni Qendror Zgjedhor bën të ditur se janë hapur me kohë të gjitha vendvotimet në komunën e Drenasit për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u bën thirrje qytetarëve me të drejtë vote që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre. Numri i qytetarëve me të drejtë vote në këtë komunë sipas listës përfundimtare të votuesve të miratuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor është 52.569, thuhet në komunikatën e Komisionit Qendror Zgjedhor. Numri i qendrave të votimit është 28, megjithëse 72 vend të votime. Shefi i shtabit zgjedhor nga dega e LDK-s në Drenas, Rifat Bilali, ka treguar disa përrregullsi që po ndodhin në qendra të ndryshme të votimit në këtë komunë. Ai ka kërkuar nga policia që të mbikëqyrin qendrat e votimit në Gradic, Glanesall dhe Komoran. Bilali tha që një vëzhguesi i PDK-s është arrestuar nga policia për shkak që ka kërcënuar një antar të Këshillit Komunal Zgjedhor nga LDK-ja. Kryesuesi i qendrës së votimit në Arbëri, Fadil Xhemailaj, është arrestuar dhe është duke u intervistuar në prokurori. Xhemailaj vjen nga subjekti politik Nisma për Kosovën, nga vendvotimi i tij janë shpërndar xhirime të votave. Partia Demokratike e Kosovës përmes një komunikate për media, Nisma për Kosovën është duke spekuluar dhe shpifur, duke provuar të bëjë presion qytetarëve të Drenasit. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka reaguar ndaj kërcënimit që prokuroria e shtetit u ka bërë medjave, sot ku po zhvillohet procesi zgjedhor në Drenas. Në Drenas, në kryetar komune garojnë Ramis Ladrovci, PDK, Bedrinika, LDK, Isa Xhemaili, Nisma, Vebi Berisha, Partia Fjala, Elmi Thaçi, AKR. Tre kandidatët e pavarur, Xhavid Drenori, Rahim Elshani dhe Naim Bazaj.